Të dashur miq të emisionit Health Matters, mirë se po takohemi në episodin e ri dedikuar shëndetit. Sot të ftuar kemi një fizioterapeute, Shkurta Recaj, me të cilën do të diskutojmë për skoliozën, me që jemi edhe në muajin e ndërgjegjësimit të kësaj sëmundje. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit Qëndrisa për ftesën, kënaqësi të jem prezente në emisionin tuaj. Faleminderit. Fillimisht ta na prezantohesh kush jeni dhe cilat janë ato shkollimi juaj profesional. Atëherë, unë jam Shkurta Recaj Malaj, punoj si fizioterapeute në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikën e mjekësisë fizikale me rehabilitim, si dhe njëkohësisht punoj si mësimdhënëse në departamentin e fizioterapisë, fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës. Shkurta, fillimisht a na tregon pse keni zgjedhur këtë drejtim, cilat janë ato sfidat që e atakojnë këtë profesion, edhe si ka qenë shkollimi juaj akademik e profesional gjatë këtyre viteve? Unë Qëndrisa jam gjenerata e dytë e fizioterapeutëve në fakultet në Kosovë. Pas përfundimit shkollës të mesme, e kuptova që fizioterapia është drejtim i ri në Kosovë. Baba im ka qenë mësimdhënës i edukatës fizike, sportit dhe shëndetit, dhe dëshira që të zgjedhë diçka me mjekësi, diçka edhe aktivitet fizik, edhe kjo ka qenë ajo idealja edhe dëshira që me ka shtyr ta zgjedhë fizioterapinë. Po, mandej pjesa e doktoraturës si shkoj? Une studimet bachelor dhe master i kam të përfunduara në drejtimin fizioterapi në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet e doktoraturës i kam të përfunduara në shkencën e kineziologjisë në Universitetin Kiriti dhe Metodi në Shkup. Dhe tani prap jam në studimet e mia të dyta të doktoraturës në drejtimin fizioterapi në Universitetin Alma Mater Europa në Sloveni, ku tani kam përfunduar vitin e dytë dhe aktualisht jam në pritje të caktimit të datës për mbrojtjen e projekt propozimit. A është ky një profesion sfidues për gratë? Po, çdo profesion në mjekësi mendoj që është sfidues për gjininë femërore, duke pasur parasysh edhe pjesën tjetër të qenërit nën. Mandej kërkon që të përkushtohesh ndoshta më shumë edhe kërkon angazhim më të madh. Shkurta, përveç shkollimit juaj, ju jeni edhe angazhuar në Fakultetin e Mjekësisë. Si është ajo ndjenja me përcjell diturinë tek gjeneratat e reja që zgjedhin këtë fushë? Çdo herë me ka pëlqyer që ata çka unë e njoh ose e di ta transmetoj të tjerët, sidomos tek gjeneratat e reja, edhe ajo çka më bën të ndihem mas mirë kur i mbaj ushtrime me studentë dhe në fund të ushtrimeve fillojmë me ato pyetjet përgjigjet edhe kur kam përgjigje të sakta nga ana e studentëve dhe shoh që e kanë kuptuar ato çka e kemi shpjeguar gjatë orës, është një ndjenje shumë e mirë, sepse e di që do të thotë ja ka vlejt ose ajo se çfarë e kam shpjeguar ka qenë e kuptueshme edhe për tjerët. Sa i ndjekni ose sa i frekuentoni kurset apo konferencat e ndryshme ndërkombëtare në lidhje me fushën që juve që zotroni? Unë që nga viti 2005, kur i kam përfunduar studimet bachelor, vazhdimisht kam qenë pjesë aktive e trajnimeve dhe të ndryshme, si dhe konferencave të ndryshme, ku jo mundu, ku vazhdimisht kam prezentu në shumicën prej tyre punën të cilën e kemi realizuar në klinik, dhe më pas kjo është diçka pozitive sepse kontribon në ngritjen e fizioterapisë në këtë rast si fushë mjekësore që ka një zhvillim të mirë edhe në Kosovë. A na flisni se çfarë është profesioni i fizioterapeutit? Pra, fizioterapia është një disiplinë mjekësore
e cila ka për qëllim rikthimin ose ruajtjen e lëvizjes, më pas eliminimin ose qetësimin e dhimbjes, rikthimin ose ruajtjen e forcës muskulare, koordinimit funksionit, thjesht përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme të individit. Ndërsa fizioterapeutët, sipas organizatës botërore të fizioterapisë, janë profesionistë shëndetësorë të cilët kanë kompetencë të plotë ose të thamë të drejta të plota që ta bëjnë vlerësimin, diagnostifikimin dhe trajtimin fizioterapeutik apo edhe referimin e pacientit të tyre tek ndonjë profesionist tjetër shëndetësor nëse gjendja e tij kërkon ekzaminime shtesë nga specialistë të tjerë të fushave të tjera të mjekësisë apo dhe trajtim nga ana e tyre. Më pas, si i arrin qëllimet e fizioterapisë fizioterapeutët, ata në praktikat e tyre të përditshme aplikojnë teknika të ndryshme të ushtrimeve në mënyrë që ta rikthejnë ose ruajnë lëvizjen, forcën muskulare, koordinimin, po ashtu përdorin teknika të ndryshme të mobilizimeve dhe manipulimeve me qëllim të qetësimit të dhimbjes, si dhe ruajtjes së funksionit të nyjes, si dhe përdorin procedura të ndryshme të elektroterapisë dhe termoterapisë me qëllim të relaksimit të muskujve dhe qetësimit të dhimbjes. Po ashtu në punën e tyre të përditshme ata kanë edhe protokolle të rehabilitimit, të cilet i praktikojnë tek pacientët të cilët kanë pas ndonjë lëndim apo intervenim kirurgjik që është realizuar për shkak të ndonjë lëndimi ose smundje të caktuar. Dhe së fundmi, fizioterapeutët kanë rol edukativ këshillues, ku ata gjatë punës së tyre të përditshme me pacient i edukojnë, këshillojnë pacientët e tyre në lidhje me problemin që kanë. Për shembull, nëse një pacient që është duke e trajtuar një fizioterapeut ka probleme me posturën, jepen këshilla dhe udhëzime se si të bëhen ushtrimet për me përmirësu posturën. Thjesht kanë rol edukativ duke i edukuar pacientët e tyre në mirëmbajtjen apo rikthimin e performancës së përgjithshme fizike. Po ashtu desha të shtoj që fizioterapeutët në Kosovë janë mjaft aktiv, shumica e tyre në ndjekjen e trajnimeve profesionale, të cilat përmes këtyre trajnimeve e përvetsojnë profesionin e tyre varësisht me problematikat me të cilat merren ata. Me që jemi në muajin për ndërgjegjësimin e sëmundjes së skoliozës, a na tregon se çfarë është kjo? Atëherë qershori është muaji i ndërgjegjësimit për skoliozë, ku organizata të ndryshme shëndetësore, institucione shkollore, institucione shëndetësore në mbarë botën organizojnë kampanja, fushata të ndryshme në lidhje me ndërgjegjësimin për skoliozë, pra në lidhje me zbulimin e hershëm dhe diagnostifikimin e hershëm të skoliozës, i cili më pastaj tregon edhe rezultate të mira në trajtim. Kështu që masi jemi këtë muaj, Le të shërbej ky emision për me marrë informata. Po si klasifikohet skolioza? Kisha dashur edhe një herë të tregoj se çfarë është skolioza. Atëherë skolioza është një deformim tredimensional i boshtit kurrizor, do të thotë që kemi deformim ose të boshtit kurrizor në të 3 planet. Konsiderohet si skoliozë atëherë kur kandikopit është mbi 10 shkallë. Çfarë do të thotë kjo në deformim tredimensional në të 3 planet? Pra e kemi planin frontal, që i bie kur e shikojmë pacientin kur është në qëndrim vertikal para prapa, dhe në planin frontal ne kemi atë konveksitetin dhe konkavitetin. Pra këtu kemi atë devijimin ose lakesën laterale të boshtit kurrizor, kurse në planin sagittal, që i bie kur e shikojmë pacientin anash, në normal
boshti kurrizor ka formën e shkronjës S, që ka një lordozë cervikale, kifoz torakale dhe lordozë lumbale. Dhe çfarë ndodh tek skolioza kur e shikojmë në këtë plan? Në disa raste ndodh që kemi zhdukje të këtyre kurbave, që shfaqet një shpinë e rrafsht, ndërsa në disa raste ndodh që kemi ndonjë kifoz të rritur, hiperkifoz ose hiperlordoz. Pra, skolioza shoqërohet ose me një shpinë të rrafsht, zhdukje të këtyre kurbave, apo me një hiperkifoz ose hiperlordoz. Pra, thjesht në këtë plan nuk është që kemi ndonjë deformim specifik ashtu si që patëm në planin frontal. Kjo varet nga vetë boshti kurrizor, nga gjendja fizike e pacientit. Ndërsa në planin horizontal, transversal e kemi rrotullimin e vertebrave, që në fakt kjo e shënon atë skoliozën e vërtet. Kurse sa i përket klasifikimit të skoliozave, ne ekzistojnë disa lloje të klasifikimit. Fillimisht e kemi klasifikimin e skoliozave strukturale dhe skoliozave funksionale ose skoliozat jo strukturale. Skoliozat funksionale në fakt nuk është skoliozë e vërtet, ndoshta term më adekuat është me e quajtur si qëndrim skoliotik, ku do të thotë për shkak të ndonjë posture të gabuar ose qëndrimit të gabuar ose dobësimit të muskujve, individi apo pacienti e merr atë pozicionin anash që lë përshtypje se ka skoliozë. Në disa raste kemi edhe ato skoliozat antalgjike, ku ndoshta për shkak të ndonjë dhimbje të abdomenit ose për shkak të ndonjë hernie diskale, pacienti e merr atë qëndrimin anash që lë përshtypje që ka një skoliozë. Mirë po, kur gjatë ekzaminimit i kërkojmë që të përkulet përpara pacienti dhe shikojmë shpinën mrapa, nuk është që kemi ndonjë gibos ose ndonjë të dalur, dhe kjo mandej le të kuptohet që nuk kemi të bëjmë me një ndryshim në strukturë, në kocka, në vertebra. Kurse skoliozat strukturale ndahen në skolioza me etiologji të njohur, ku dihet arsyeja pse ka ardhur deri te ajo skoliozë, dhe skoliozat idiopatike të cilat kanë etiologji të panjohur. Nuk e dimi pse ka ndodhur deri te zhvillimi i skoliozës. Si skoliozat me etiologji të njohur ose si shkaktar të skoliozave idiopatike që i quajmë në mjeksi, munden me qenë për shembull smundje të ndryshme të sistemit nervor qendror, siç janë paralizat cerebrale ose miopati të ndryshme, ose kemi ndonjëherë kur nuk kemi zhvillim të një vertebre ose dy, ose kemi ngjitje në mes të vertebrave, që mundet me qenë më shumë kjo e fundit kongenitale. Thjesht te ky lloj i skoliozës, smundja ose problemi primar është dikun tjetër, e më pas ka shkaktuar skoliozën si problem sekondar. Kurse skoliozat idiopatike ose skoliozat tek të cilat nuk e dimi etiologjinë e tyre, faktikisht këto lloj skoliozave e përbëjnë numrin më të madh të skoliozave, diku në 80 deri në 90% të rasteve. Më pas e kemi klasifikimin e skoliozave sipas moshës, që në qoftë se një skoliozë zhvillohet nga mosha 0 deri në 3 vjet, e quajmë si skoliozë infantile. Në qoftë se zhvillohet nga mosha 3 deri në moshën 10 vjeçare, e klasifikojnë si skoliozë juvenile, dhe më pas i kemi skoliozat që zhvillohen nga mosha 10 deri në moshën 18 vjeçare, që ndryshe quhen skoliozat adoleshente, që në fakt e përbëjnë numrin më të madh të skoliozave, diku në 80% të rasteve, dhe i kemi skoliozat adulte ose skoliozat që janë në moshë më të shtyr, ku në fakt të këto lloj skolioza veç se dihet shkaktari, ose ka mujt që fëmia ta ketë një skoliozë që është zhvilluar në adoleshencë dhe nuk është
identifiku mu deri në moshën e shtyrë, apo dhe në moshat edhe ende me të shtyra munden me qenë ato ndryshimet në strukturat të kockave, për shembull ndryshimet degenerative ose mundu me fut osteoporozën, më pas muskulatura tek moshat e shtyra është më e dopt, edhe thjesht mund të vije deri tek skolioza, e cila më pastaj mund të manifestohet edhe me dhimbje. Çka kisha dasht me shtu, fillimisht nëse po flasim për skoliozën idiopatike, fillimisht skolioza është një problem kozmetik që më pastaj në qoftë se nuk identifikohet me kohë dhe nuk trajtohet, mund të sjellë edhe dhimbje, është më rrallë, po mund të shkaktoj dhimbje, duke ndikuar më pas edhe në gjendjen psikologjike të fëmijës dhe në prishjen e kualitetit të jetës. Dhe në rastet të rënda, skolioza mund të shkaktojë edhe komplikacione siç janë ato pulmonare. Edhe kemi edhe një klasifikim tjetër, e kemi klasifikimin sipas këndit të Kolbit. Çfarë është këndi i Kolbit? Kur ne shikojmë boshtin kurrizor, në qoftë se kemi një radiografi dhe shikojmë boshtin kurrizor në planin frontal, atëherë këndi i Kolbit është tërhiqet një vijë në vertebrën ku dyshojmë se fillon devijimi dhe në vertebrën ku e shohim se përfundon devijimi. Tërhiqen dy vija pingule dhe këndi në mes të këtyre dyjave paraqet këndin kob. Dhe siç e thash më herët, konsiderohet si skolioz në qoftë se këndi i kobit është mbi 10 shkallë. Dhe nga 10 shkallë deri në 20 shkallë quhen skoliozat e lehta, 20 deri në 40-45 si skoliozat e moderuara dhe 45 e tutje janë skoliozat të rënda. Më pas e kemi edhe klasifikimin tjetër sipas lokalizimit, regionit se ku është shfaq deformimi skoliotik. Në qoftë se devijimi skoliotik është shfaq në regionin cervikal, quhet si skoliozë cervikale, mandej mundet me qenë në regionin cervikotorakal, cervikotorakale, torakale, mandej mundet me përfshi regionin torako-lumbal, si skoliozë torako-lumbale dhe skoliozë lumbale. Si dhe e kemi edhe klasifikimin sipas orientimit të kurbës, që devijimi mund të jetë në formë të shkronjës C dhe në formë të shkronjës S. Dhe më pastaj në varësi se ka është konveksiteti e merr edhe emrin. Për shembull, në qoftë se unë kisha pas një devijim në regionin torakal ku konveksiteti është majtas, atëherë do të ishte quajtur si skoliozë sinistro-konvekse torakale, ose kemi edhe rastet kur thash kemi atë devijimin e boshtit kurrizor në formë të shkronjës S. Për shembull, është shfaq një devijim i boshtit kurrizor në regionin lumbal ku konveksiteti është i orientuar djathtas dhe më pastaj shkon në pjesën torakale, thjesht ndryshe quhet edhe si skoliozë kompenzatore, ku konveksiteti është majtas. Atëherë këto janë ndryshe quhen double skoliozis ose skoliozë kompenzatore, ku siç e mora shembullin në regionin lumbal fillimisht ka fillu, që thonë që primare është regioni lumbal. Aty ku është këndi i kobit më i lartë, aty edhe quhet si skoliozë primare. Po, cilat janë ata faktorët e rrezikut për skoliozën? Janë mosha, kur e përmenda më herët klasifikimin sipas moshës. Për shembull, në qoftë se një skoliozë zhvillohet tek një fëmijë moshës 5 vjeçare, atëherë ne e dimë që ai fëmijë do të rritet dhe progresioni për të keqësuar skolioza është shumë më i madh, duhet një ndjekje më afatgjatë, në qoftë se krahasojmë për shembull nëse neve na u shfaqet një skoliozë tek një fëmijë moshës 5-16 vjeçare. E sidomos faza më rrezikshme për zhvillimin e një skolioze
skolioze është faza e zhvillimit të fëmijës, ku e dim që tek gjinia femërore, ajo faza e zhvillimit fillon dikon prej moshës 11 vjeçare deri tek mosha 14 vjeçare, kurse tek gjinia mashkullore, faza e zhvillimit është prej moshës 13 vjeçare deri tek mosha 16 vjeçare, plus minus 1 vit. Më pas moshës, faktor rreziku tjetër është edhe gjinia, ku zakonisht numrin më të madh të skoliozave e kemi tek gjinia femërore, e sidomos në fazën e adoleshencës. Dikon raporti është 5-1, po nuk do të thotë që nuk i përfshin edhe gjinin mashkullore. Një prej arsyeve pse ndoshta është më i shpesh tek gjinia femërore në raport me gjinin mashkullore është se postura është ndoshta më e keqe tek gjinia femërore, po flas në fazën e zhvillimit, mu atëherë kur e përmenda më herët kur është piku i rritjes, po ashtu muskulatura tek gjinia femërore është më dobët në raport me gjinin mashkullore. Mandej ka edhe evidenca të cilet raportojnë se trupi i vertebrës tek gjinia femërore është më i vogël në krahasim me gjinin femërore dhe ky ndoshta mundet me qenë një faktor pse është më i shpesht tek gjinia femërore sesa tek gjinia mashkullore, si dhe një faktor që ndikon pse ndodh më shpesh tek femrat është edhe laksiciteti i indeve të buta, muskujve, ligamenteve, tendineve, duke ditur që tek gjinia femërore laksiciteti është më i rritur në krahasim me gjinin mashkullore dhe kjo është ndoshta një faktor kontribues që është më e shpesht tek gjinia femërore sesa tek ajo mashkullore. Faktor tjetër i rrezikut është kohët e fundit ka edhe evidencat që raportojnë edhe mungesa e aktivitetit fizik, sidomos tani e dim që stili jetës të fëmijët tanë kanë ndryshu, ato qëndrimet e gjata para kompjuterave, para smartphone-ave, dhe sipas të dhënave shkencore, organizatave të ndryshme shëndetësore, për ta pasur një zhvillim normal fizik, nëse marrim një fëmijë prej moshës 1 deri në 5 vjet, i duhen dikon aktivitet fizik 4 deri në 5 orë brenda 24 orëve, ose të paktën minimumi 3 orë brenda 24 orëve. Çka do të kupton kjo që fëmia të luajë, vrapoj, të ngas biciklen, për shembull 1 orë, më pastaj të pushoj, pastaj prap të bëj aktivitet fizik. Tek moshat adoleshente duhen dikon minimumi 60 minuta aktivitet fizik brenda ditës, kurse po ashtu dhe tek adultët, kurse tek moshat e shtyra, unë po flas te ajo minimale, minimumi të paktën gjysore aktivitet fizik. Dhe duke ditur tani stilin e jetës, mungesa e aktivitetit fizik nuk mund të themi që është shkaktar, po mund të jetë një faktor kontribues në shfaqjen e skoliozës. Si është gjendja tek fëmijët tanë temi, sa i përket skoliozës dhe sa i përket stilit të jetesës? Fillimisht desha të them që evidencat shkencore raportojnë që kemi një rritje të numrit ose të prevalencës së skoliozës. Kjo se sa është e vërtet nuk e dim. Janë shumë arsye, ndoshta skolioza ka qenë edhe në kohët e mëhershme, po vëdësimi i popullatës ka qenë ndoshta në nivel pak më ulët në raport me tani. Mirë po ajo që ka dihet tani është që kemi një numër mjaft të madh të fëmijëve me skoliozë. Ende nuk kemi diçka ndonjë hulumtim në Kosovë që tregon për një prevalencë të saktë të skoliozës në Kosovë, po në botë është mjaft e shpeshtë. Është skolioza trashëguese apo përfitohet? Në fakt skolioza nuk është trashëguese, po ka predispozit gjenetike. Në realitet është ai laksiciteti i indeve i cili është gjenetik, dhe për shembull nëse kemi një fëmijë me skoliozë dhe
ka pas edhe nana skolioz, atëherë ndoshta laksisiteti i indeve është trashëguar nga ana e prindit edhe mandej ka kontribu në shfaqjen e skoliozës. Po nuk mund të themi që është gjenetike, po që ka predispozita gjenetike po. Ju si profesionist, si e diagnostifikoni skoliozën? Te diagnostifikimi i skoliozës e kemi vlerësimin klinik, edhe më pastaj në qoftë se shohim që gjatë vlerësimit klinik duhet prap një ekzaminim shtesë, e kemi edhe ekzaminimin radiologjik. Në vlerësimin klinik ne thjesht e shikojmë pacientin në planin e përparu, pra në pamjen e para prapa, dhe në qoftë se vrejmë që koka ndoshta nuk është në nivel simetrik, qëndron simetrikisht në mes të dy supëve, një sup është më lart, tjetri më poshtë, ose nga prapa njëra skapull është më e dalur, tjetra është më e futur brenda, apo hapësira në mes të duarve dhe belit që ne e quajmë ato këndët belore, gjerësia nuk është e njëjtë, apo në qoftë se vrejmë ndonjë asimetri të pelvikut, ku njëra krisht ose njëra anë e pelvikut është më lart, tjetra më poshtë, mund vrejmë edhe ndonjë rrotullim brenda të njërës gjymtyr, atëherë kërkojmë që të bëhet, e bëjmë testin e Adamsit, që është testi më i njohur për identifikimin se a kemi të bëjmë një skoliozë strukturale apo funksionale, ku i kërkojmë fëmijës të përkulet përpara dhe shikojmë shpinën nga pas. Dhe në qoftë se vrejmë që kemi ndonjë gungë të ngritur me njërin anë, atëherë mund ta përdorim skoliometrin. Skoliometri është një instrument matës, të cilin e vendosim në nivelin e gibozitetit, dhe në qoftë se kemi një kënd të skoliometrit dykon deri në 5 shkallë, atëherë rekomandohen ekzaminimet me të tjeshme, radiologjike dhe nëse veç pacienti është ardhur fillimisht drejt tek fizioterapeuti, atëherë kërkohen ekzaminime shtesë radiologjike dhe konsulta bashkëpunim me profesionistë të tjerë. A shkakton skolioza dhimbje edhe a mund të përkeqësohet me kalimin e viteve? Në fakt, skolioza nuk shkakton dhimbje, ashtu të paktën evidencat shkencore raportojnë. Mirë po, ka raste kur edhe shkakton dhimbje. Unë tham që në praktikën time me pacient, shpeshherë më ka rastis, sidomos të ato lumbalet, sepse nëse të kujtohet në fillim unë e cika që e kemi atë rotacionin e vertebrës në rrafshin horizontal, dhe çka ndodh kur kemi rrotullim të vertebrës, nëse deformimi skoliotik është në regionin torakal, trupi i vertebrës shkon e rrotullohet në drejtim të konveksitetit, kurse proceset spinoze në drejtim të konkavitetit. Dhe në qoftë se unë kam një skoliozë që është me konveksitet majtas, atëherë çfarë ndodh? Si pasojë që atij rrotullimi, do të kemi edhe zhvendosje së rrotullim të brinjeve, që prapa në anën e konveksitetit e kemi atë shfaqjen e gibusit, ose shifet një pjesë më e dalur, kurse në anën e konkavitetit brinjet shkojnë përpara. Dhe kjo është pak më e lehtë nga ana e prindërve që ta vrejnë fëmijën e tyre. Kurse në qoftë se deformimi skoliotik është shfaqur në regionin lumbal, këtu nuk kemi brinj, ndoshta është pak më vështirë, edhe pse kjo shfaqet më pastaj me asimetri të pelvikut, po por prindrit, ata që s'janë profesionistë mjekësor, është pak më vështirë për ta vrejtur fëmijën. Dhe kam pas mjaft raste kur i kam pyet prindrit se si e keni identifikuar fëmijën e jo që ka skoliozë, dhe disa prej tyre kanë raportuar që fëmijët e tyre kanë raportuar që kanë pas dhimbje, dhe më pastaj janë lajmëruar te mjeku dhe kanë ardhur deri te identifikimi i skoliozës. Po në përgjithësi, skolioza tek fëmijët, thamë këtu nëse tek adoleshentët, nuk shkakton dhimbje, zakonisht dhimbja shfaqet në moshat adulte, në moshat e shtyera. Po, cili është trajtimi që ju japet këtyre pacientëve? Fillimisht ekziston një protokoll që nuk do të thotë që respektohet çdo herë.
ku thuhet në qoftë se këndikobit është 90 shkallë, kërkohet vetëm monitorim, do me thënë të përcjellet fëmia, çdo 3 muaj, 6 muaj tek shkohet tek mjeku. Më pas nëse kemi një kënd të kobit 10 deri në 20 shkallë, kërkohet që të bëhet fizioterapi. 20 deri në 45 shkallë është korseti dhe fizioterapia, si dhe mbi 45 shkallë kërkohet që të bëhet intervenim kirurgjik, që ndoshta kjo pjesa e korsetit dhe kirurgjia nuk është që janë fushat cilat jam unaja kompetente për të folur për ta. Kurse fizioterapia është e pashëm, duhet patjetër që të aplikohet në të gjitha skoliozat, qoftë nëse është një skolioze lehtë, qoftë nëse është një skolioze moderuar apo një skoliozë e rëndë. Një problem që e theksojnë shumë fëmijët edhe prindrit e tyre janë çantat e rënda shkollore. Sa e ndihmojnë këto avancimin e skoliozës? Çantat nuk shkaktojnë skoliozë. Ndoshta mënyra e bartjes së çantës jo e duhur mund të jetë një faktor kontribues në zhvillimin e skoliozës. Për shembull, prap po dalet ajo, në qoftë unë kam një skoliozë të cilën e kam me konveksitet majtës dhe e marr e barti çantën në krahun e djathtë, atëherë kjo do të ketë ndikim negativ, do të ndihmon që të zhvillohet ende ai deformim. Po që shkaktar i skoliozës ka mjaft evidenca, barem janë bërë edhe hulumtime në Kosovë që raportojnë që çanta nuk është shkaktari i skoliozës, po mund të ketë ndikim negativ në zhvillimin e skoliozës. Dhe për atë arsye rekomandohet që çantën ta bartin të paktën në të 2 krat, apo te fëmijët e vegjël rekomandohen edhe bartja e atyre çantave me rrota. Mirë, pra le të shërbej kjo intervistë që t'i qetësojmë prindërit se çantat nuk janë faktor që zhvillohet fëmijëve të tyre skolioza. A mund të korrizohet skolioza? A mund edhe këtu pak të ndërhyj diçka? Masi fole për prindrit, sepse në shumicën e rasteve që vinë në trajtim fizioterapeutik, prindrit kur i sjellin fëmijët janë të shqetësuar, mendojnë që skolioza është smundje. Në fakt skolioza nuk është smundje, është një deformim i boshtit korrizor, e cila në qoftë se nuk identifikohet dhe trajtohet me kohë, mandej mund të ketë komplikacione. Në qoftë se kapët me kohë identifikohet dhe diagnostifikohet, atëherë mund të menaxhohet mirë me aplikimin e ushtrimeve specifike për skoliozë. Mund të menaxhohet mirë dhe mund të parandalohet zhvillimi i deformimit. Cilat janë ato sporte që ndihmojnë në trajtimin e skoliozës? Është noti ndoshta i pari. Në fakt, sporti nuk e trajton skoliozën. Çfarëdo lloj sporti nuk është që trajton skoliozën. Nuk i zaventson ushtrimet specifike për skoliozë. Mirë po, sporti mund të ndihmojë në përmirësimin e performancës fizike dhe noti është ai i cili ndihmon ndoshta në përmirësimin e posturës së fëmijëve, po që nuk mund të themi që noti e trajton skoliozën, sepse kam mjaft raste kur vinë prindë të shqetësuar, fillon me ushtrime, fatkeqësisht ndoshta rekomandohet nga ana e profesionistit shëndetësor që duhet të bëj 7 ditë javës ushtrime specifike për skoliozë ose ushtrime fizioterapeutike, në mëngjes, mbrëmje, 3 herë në javë të shkoj natë, edhe mandej prind shqetësuan, fillojnë me këtë ritëm, edhe fëmia ndoshta i praktikon këto 1 muaj ose maksimumi 2 muaj dhe pastaj kjo kalon monotoni dhe lodhet edhe nuk dëshiron me i bë. Gjë që kjo është shumë gabim, mjafton që fëmia t'i bëj ushtrimet specifike për skoliozë 5 ditë gjatë javës, 40 deri në 45 minuta gjatë ditës, dhe në qoftë se ai ka dëshirë, në qoftë se është mundësia për ta qurë natë, po, pse jo, po jo me thënë që
çfarë ndodhi me fëmin tem, ç'a do të bëhet se nuk po ka mundësi me çu not, ose nuk po ka dëshirë. Edhe diçka tjetër që është shumë negative, kur kemi raste kur fëmijët diagnostifikohen me skoliozë dhe për shembull një fëmijë ka dëshirë me lujtë futboll, edhe diagnostifikohet me skoliozë edhe i thuhet fëmijës që ti s'do të luash futboll, që është shumë gabim. Unë e thash fillimisht që ky skolioza është edhe një problem kozmetik, që më pastaj duke pas parasysh edhe numrin më të madh skoliozave që kemi që shfaqet në një moshë shumë të ndihshme, siç është mosha e adoleshencës, edhe tash imagjinoni ti thuhet një fëmije që ti tash je diagnostifikuar me skoliozë edhe me ndërprej sportin cilin e ka i dëshirë. Nuk duhet ndërprer, thjesht duhet praktikohen ushtrimet, sipas rekomandimeve të fizioterapeutit tek të cili e ka trajtu, dhe të mësohet, të edukohet fëmia që me problemin që e ka ta ushtrojë edhe sportin cilin ka dëshirë. A mund të parandalohet skolioza edhe cilat janë rekomandimet tuaja si profesioniste për prindërit dhe fëmijët? Mund të ndikojnë që të kemi një numër më të vogël të skoliozave. Më pas prap kthehet ajo që identifikimi i hershëm jep rezultatet e mira në trajtim. E prevenon përkeqësimin e skoliozës. Kurse rekomandimet e mia pari për prind do të ishin që ti shikojnë fëmijët e tyre kur janë duke qëndruar, ti vendosin në një pozitë ndoshta vertikale, ti shikojnë nga pamja para, pas, anash, dhe në qoftë se vren që njëri sup është më i ngritur se tjetri, ose njëra skapull është më jashtë, tjetra është e futur më brenda, ose gjersia në mes të duarve dhe belit nuk është e njëjtë, apo nëse vren që njëra anë e pelvikut është më ngritur se tjetra, nëse vren diçka ndonjë asimetri tek fëmia i tyre. Shkurta, të falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale për shikuesit tanë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jem prezente në emisionin tuaj dhe sadopak për shkak që jemi në muajin qershor, të kontribuojmë me këtë sqarim që të vedisohet popullata jonë edhe më tej në lidhje me identifikimin e këtij deformimi. Faleminderit shumë. Faleminderit.